Dyshimet për keqpërdorim të votave në zgjedhjet lokale të 12 tetorit i kanë aktivizuar 2 prokurori themelore. Prokurori në Mitrovicë dhe atë në Pej. Organet e ndjekjes kanë autorizuar policinë e Kosovës që të grumbullojë informacione lidhur me keqpërdorimin e votave në Mitrovicë dhe në Junik. Për të dyja komunat të cilat shkuan në balotazh, janë ngritur pretendime për deformim të vullnetit të votuesve. Në Mitrovicën e Jugut, në të cilën Partia Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje po shkojnë në balotazh, hetimet kanë nisur mbi dyshimet për blerje dhe vjedhje të votave. Ato po dyshohet se ka ndodhur në Shqipol, një vendbanim i kësaj komune. 3 ditë pas votimeve, hetimet për keqpërdorim me vota janë zgjeruar edhe në rajon tjetër, në atë të Pejës. Kryeprokurorja e Pejës, Lumturie Vuçetaj, ka autorizuar të mërkurën ndërmarrjen e veprimeve hetimore për zbardhjen e pretendimeve për keqpërdorim të votave në ditën e votimeve në komunën e Junikut. Hetimet kanë nisur pas një kallëzimi publik të Daud Haradinajt, numrit 2 të Aleancës për Armërinë e Kosovës, i cili pretendon se në komunën e Junikut kanë votuar persona që nuk janë banor të kësaj komune. Haradinaj pretendon se ka identifikuar votues me mbiemra që nuk i takojnë komunës së Junikut, e të cilët votuan më 12 tetor. Mbiemri Mustafa, se ekziston Junik, mbiemri Zeqiraj, Ali Musaj, për çfarë është i Strelcit, s'ka lidhje me Junik, Tolaj, janë Skivjanit, po Bergjës dhe prej Lepit, Latifaj, s'kan lidhje, kur mbiemri Latifaj s'ka pas, Deliaj, Lokaj, Nitaj, Mazreku, Selimaj, Daci, Zajmi, Dobiqaj, Boshdaraj, Zejnaj, Aslanaj, Ali Ametaj. Por sipas tij, pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet në Junik, një nga komunat më të vogla në vend, ka qenë e çuditshme.